Miqtë Prizmus, mbas zgjimit Luanit ngritje, sulmit të Izraelit mbi bazat ushtarake edhe ato, po themi bërthamore, të cilat nuk mjaftuan për të vendosur në tryezën e bisedimeve Iranin, erdhën edhe aksioni i Çekiçit, aksionet fantastike të Çekiçit mes natës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht në atë momentin kur presidenti Trump tha që për 2 javë, duke filluar nga tani, unë do marr vendimin, të them të drejtën, aty fillova të besoj që tani do fillonte sulmi. Edhe realisht nuk zgjati më tepër se 2 orë për të filluar një sulm i orës 18 dhe përfunduar 18:40 e përfunduar në orën 20 minuta sulm, por i koordinuar në mënyrë të jashtëzakonshme nga 7 bombardues B2 që lëshuan rreth 12 bomba gati 14 tonelatë, 13 tonelatë të produktit më të mirë amerikan, duke filluar nga vitet 2000 projektuar apo të përmirësuar me kohën, të cilat janë bomba që kanë efekt në brendësi të tokës deri në 100 metra, të bëra në mënyrë konstante për të shkatruar si në Afganistan, si në Irak, dikur edhe në vende tjera, bunkeret, po sigurisht edhe ato ndërtime bërthamore në thellësi, centrifugat sidomos. U sulmuan 3 qytete, të cilat sigurisht kanë centrifugat, por edhe të gjitha ato anekse të prodhimit bombës atomike, pasurimit të uraniumit, 35-38, dhe përmbi 5.000 centrifugat që e bëjnë këtë për të ndarë pikërisht uraniumin e rëndë. Sigurisht u bë një akt diversiv me 150 avion të cilët morën nga pajësori për të gënjyer në një farë mënyrë edhe mbrojtjen ose inteligjencën e Iranit, dhe pastaj sulmi u krye me sukses duke u kthyer të gjithë pa një humbje. U lëshuan nga një nëndece një sasi impresionante Tomahawkësh, të cilët spastruan të gjithë zonën për rreth një qyteti, por sidomos atë zonë e cila ishte mbrojtur edhe me pjesë kundërajrorësh, raketa, godice dhe baza raketash dhe njëkohësisht të inteligjencës së Iranit. Shkaktua një dëm fantastik me plasje të jashtëzakonshme, të cilat përbëjnë pastaj, bëjsap nuk ka arritur Irani të thotë që shiko, nuk na është bërë dëm. Ta kemi të tërhequr, pra ta nuk mund të tërheqin dot, sidomos mjetet të cilat bëjnë pasurimin e uraniumit. Ata nuk mund ta bëjnë dot. Sigurisht mund të jenë tërhequr njerëzit që punojnë, po kurrën e kurrës materialet. Kështu që praktikisht i gjitha ai arsenal mjetes që po bëhesh për pasurimin e uraniumit, për të prodhuar bombat atomike, tashmë ka marrë fund. Do thoni kjo goditje, çfarë është goditje kriminale? Jo, unë nuk besoj se është goditje kriminale. Irani është vendi i fundit në botë që duhet ta ketë bombën atomike. Kanë edhe shumë vende të tjera, por nuk janë kaq rrezik sa Irani. Tash Izraeli vetë që ka nga 95 të testata të deklaruara, të cilat mund të hedhë edhe mund të shuaj jo Iranin, po të gjitha ato vende që i ka rreth e përqark, por nuk mendohet se mund t'i hedhë dot. Ndërsa Irani sigurisht është një vend që e provon këtë gjë, sepse godet popullsinë dhe sigurisht në urrëtitjen patologjike që ka ky vend, teokratik dhe njëkohësisht kriminal, terrorist që furnizon terrorizmin në Palestinë, me Hamasin, me Hezbollah në Siri, shkatroi Sirinë për këtë punë. Huthit në Yemen, në cilin ka vdekur 400.000 veta deri tani, askush nuk thot për atë gjenocid. Përmendin Palestinën, kanë harruar që nga lufta civile e shtyr nga Irani me Huthit të famshëm, kanë vdekur 20.000 krishterë dhe rreth 380.000 musliman, fëmijë, gra, burra, nga një luftë e padrejtë e nxitur nga Irani. I kanë harruar të thonë këto gjëra. Kanë harruar që Irani në luftat me Irakun kanë shkaktuar rreth 4 milion të vdekur. Dhe njëkohësisht kanë harruar që është një nga teokracitë më kriminale të botës, pa në dallim të madh nga Siria, për cilën ishin dakord të gjithë.
Irani nuk mund ta kishte dhe s'duhet ta kishte kurrë një bombë atomike. Mund të quhet si akt kriminal, po akt kriminal ka qenë edhe bomba atomike e vërtet e hedhur në Japoni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po shikoni ku është Japonia sot. Është e vërtet që ato janë viktima dhe të pafajshme. Por ishte një shtet që nuk merrte vesh të rrezonte udhëheqjen. Edhe sigurisht po kërkohet që edhe Irani, që është një shtet i mrekullueshëm, me një territor të jashtëzakonshëm, një popullsi mbi 80 milion banor, midis tyre janë jashtëzakonisht njerëz të ditur që vuajnë nga një teokraci kriminale e tillë, ideologjike e ajetollave, e mullave që janë pas një ndyshje në botë, kast kriminale që nuk lejon asnjë fjalë ndryshe dhe asnjë mendim të lirë në botë. Mjafton të themi që kanë policinë e veshjes, kodit të veshjes, polici që të arreston, pse ke vendosur syze me ngjyrë, që nuk e lejon kërkush, ose pse ke zbuluar fytyrën, ose pse ke veshur një palë pantallona që kjo polici i konsideron jo legjitime. E shumë burgje tjera, të cilat i kishte edhe Bashar al-Assadi, të cilët e quanin kriminal. Kurse këta që i kanë burgjet, që kanë thyer disa revolucione iraniane të një popullit mrekullueshëm aty, na që kanë burrat më të mirë. Praktikisht është një luftë që ka fituar nga Izraeli, po paralajmërimet janë nga amerikanët dhe nga gjithë bota. Sot parlamenti i tyre ka marrë vendim për mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe prap vazhdojnë të kërcënojnë që do godasin, nuk keni parë akoma, ne do të bëjmë këtë, do të bëjmë fjalë në erë. Ata provuan çfarë do të thotë të mos dëgjosh Amerikën. Në të vërtetë kanë fjalën e presidentit Trump që thotë, shiko, tash futunin në negociat, bisedoni. Po zor që me njerëz tillë të negociohet edhe të ulesh në tavolinë, sepse sigurisht ata nuk kanë parime të tilla. Shumë kush këtu në Kosovë, sidomos edhe në Shqipëri, kanë filluar që t'i dalin zoti Iranit, po Iranit nuk i dilet zot. Mund të bisedohet sa duash për krimet që ka bërë edhe Izraeli në Palestinë. Pavarësisht shumë rrethanave të cilat sigurisht janë shtyrë nga Hamasi, nga disa segmente të kriminale palestineze, e sidomos nga Irani. Por sigurisht që unë nuk jam njeriu që mund të aprovoj vrasjen e fëmijëve grave dhe familjeve. Por me Iranin është ndryshe. Irani është nëna e gjitha të këqijave, mjafton të themi që ka shpallur Amerikën si satanajin e madh dhe Shqipërinë si satanajin e vogël, po ashtu dhe Arabinë Saudite. Dhe kjo dhe gjithë Evropën, gjithë perëndimin si të tillë. Quante Satana dhe Britaninë e Madhe, bile tash mund të quhet dhe Gjermaninë dhe vende tjera të Evropës. Prandaj nuk duhet lejuar kurrë që një vend i tillë të ketë armë bërthamore. Deri Korea e Veriut, e cila është shtet diktatorial i çmendur për vendin e vet, jo për të tjerët, por ama nuk ndërhyn në vende të tjera. Nuk krijon organizata terroriste, bie fjala në Korenë e Jugut, ose Kinën që ka aty dhe Rusinë që ka aty. Sigurisht rri për vete në atë mënyrë, por nuk kërcënon as kërket aty afër me organizata terroriste në modelin e saj. Pra shumë e besueshme se sa një regjim i tillë kriminal si edhe i Phnom Penhit është më i besueshëm për bombën atomike që e kanë, e zotrojnë dhe mund ta hedhin, se sa Irani. Në këtë mes, kjo e keqe e madhe që është lufta, nganjëherë është e pashmangshme. Sidomos atëherë kur nuk duan të marrin vesh. Dhe Irani është i tillë, ajo klik atje, ata general që gjysma e shtabit tash është vrarë, si nga Izraeli, po normalisht edhe nga disa shërbime sekrete. I fundit ishte ai që kishte përgatitur shtabit përgjithshëm edhe që ka përgatitur ndërhyrjet. Jo vetëm se thanë për Hamasin, edhe gjithë ato luftë jashtëzakonshme, ato pengje që morën, po edhe me ndërhyrjet e mëdha, me para dhe me ushtri, edhe me arsenal ushtarak në Siri. Ky është Irani sot. Është një fuqi ushtarake dhe teokratike, kriminale, e cila sigurisht ka futur hundët në të gjithë xhirin aty. Prandaj as kërkush aty nuk i del zot. Edhe Turqia që flet më tepër bën punë propagandistike. Dhe pastaj mas i shan afrohet për zgjidhur problemin. Në të vërtetë aty as kërkush nuk i do. Irani nuk e do as Arabia Saudite, nuk e do as Jordania, as Siria e sotme, nuk e do Katari, Kuvaiti.
Janë shumë vende me shumë kujdes e shef Pakistani, me shumë kujdes edhe talibanët e Afganistanit. Duket sikur janë me të, por në të vërtetë nuk janë me të. Është një fuqi e cila sigurisht kudo që ndërton bazat e saj, i ndërton për të prishur. Edhe sigurisht një nga arsyet e tjera është se ata janë të besimit musliman sigurisht, por shit. Sekti i cili sigurisht në drejtimin e Ajetollahëve ka kthyer atë vend në një prapambetje të vazhdueshme psikologjike dhe ideologjike. Në vend që të ishte një nga vendet më të zhvilluara për nga kapacitetet që ka dhe popullin fantastik që ka, i cili nuk është i zoti më të dal nga kthetrat e Ajetollahëve. Normalisht në fund do ta mbyll me këtë që Perëndimi ka fajet të mëdha. Fajet e mëdha të rrëzimit të mbretit dhe eksportit të Ajetollahëve. Duke përllogaritur meselet asaj kohe të luftës ftoftë, të luftës midis Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Perëndimit. Por sot janë penduar të gjithë. Ai që të bën përshtypje është se edhe Putini, edhe Xi në Kinë nuk është se janë shqetësuar shumë, se edhe ata nuk e duan Iranin me armë bërthamore, për ndryshe do t'ja kishin dhënë. Nuk e duan dhe fundin, duke qenë më i drejtë për drejti se të gjithë, kuptohet, ja dha presidenti Trump, ja dha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët me një aksion splendent, duhet thënë, të shkëlqyer, me çekiçin e mesnatës, i dhanë fund për disa vite tjera, dhe sigur Irani të vazhdoi kështu, operacioneve shkencore dhe industriale të tyre për prodhimin e bombës atomike. Irani nuk do ta ketë kurrë bombën atomike.